Selamu alaikum, thotë si është falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para mirajit. Aleikum salam rahmatullah. Kjo pyetje ka dy orientime. Nëse ke për qëllim kohët si ka falë, ka përgjigje tjetër. Nëse ke për qëllim formën si është falë, edhe kjo ka përgjigje tjetër. Nëse ke për qëllim kohët, deri atë nuk kanë qenë 5 kohë. Namazat janë bë obligim, pastaj ka ardhur Xhibrili alayhis salam, edhe e ka mësu se cëllën kohë, kur e ka fillimin edhe kur e ka fundin e vetë. Nëse e ke për qëllim formën, pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe më herët e ka ditë namazin si me falë, domethënë qysh me qëndru në kam, qysh me ranë ruku, qysh me ranë sejdë, çka me lexu në kam. Më herët e ka mësu këto gjëra Xhibrili alayhis salam. Para se të bëhet obligim 5 vakti, kanë qenë të obliguar namazi natën më falë. Jo 5 vakti, po më falë natën. Surën Muzammil në gjuzën e parafundit, është e përmendur ky detaj apo kjo informat, se si Allahu xhalla shanuhu i ka obligu të natën, gjysën e natës, një pjesë natës, sipas mundësive, se cili sahabi apo se cili musliman është falë. Kur është bë obligim 5 vakti, pastaj kanë mbetur këto thjesht nafile, namazit duhas, namazit natës, edhe të tjerët përveç 5 vaktit.